nga moktirat e mijëvjeçarëve si rallë qytet në vendin ton, vjen me një shkëlqim me dritë, pothuaj të të gjitha periudhave, Berati. Ky qytet është nga më të vjetrit i lirë. Ai shtrihet në të dy anët e Osumit, aty ku hapet ultësira perëndimore në lartësinë 59 metra mbi nivelin e detit. Kushtet e përshtatshme natyrore i kanë dhënë mundësi këtij qyteti që të ketë vijshmëri në mijëvjeçare, duke u kthyer shpesh në qendër kryesore të Shqipërisë së Jugut. Në të janë zhvilluar shumë ngjarje të rëndësishme për fatet e kombit tonë. Në të gjithë emrat e tij nga lindja e pas 2400 vjetësh, si Antipatria, Pulcheriopolis, Belgrad e Berat, qyteti quhet i bardhë, i shkëlqyer, i bukur. Berati është një ndër ato qytetet e ralla ku jeta ka vazhduar pa ndërprerje, nga agimet e shoqërisë njerëzore në truallin shqiptar e deri në ditët tona. Ai është një monument madhështor, një vepër historike në natyrë, ku çdo periudhë ka lënë gjurmët e saj, ku arkeologu apo historiani dallojnë pa vështirësi epokat që ka kaluar shoqëria njerëzore shqiptare në këtë trevë. 2400 vjet. Antipatria, njëri ndër qytetet e Desaratisë Ilire, përmendet që nga shekulli III para erës sonë, nga autorët antik si Polibi e Tit Livi, si një qytet i madh dhe me mure të forta, i ngritur në një gryk të ngushtë në luginën e lumit të Apsos, Osumi. Berati, si dhe Shkodra, Lezhë, Durrësi, Vlora, Peja, Prizreni e të tjerë, përbëjnë një dëshmi të gjallë, një argument të pakundërshtueshëm të autoktonisë së shqiptarëve në trojet e veta që nga kohët më të lashta. Dëshmitë e Tit Livit të vitit 200 para erës sonë flasin për vendosmërinë e qytetarëve të Rima Ilir, për të mos i dorëzuar vendin e tyre armikut, lufta e tyre deri në vetmohim, egërsia e konsullit romak, i cili për t'u akmarrë për humbjet i vrau 16 vjeç e lartë, e lëshoi ushtrinë në plaçk, i prishi muret dhe i vuri zjarrin qytetit. Shekujt pasardhës flasin përsëri për rimëkëmbje dhe lullëzim të qytetit. Në 533-shin përmendet midis 9 qyteteve të Epirit të ri, por me emrin Pulcheriopolis, që në latinisht ka kuptimin i bukur, i shkëlqyeshëm. Në mesjetën e hershme, Berati mbeti qendra kryesore e qyteteve të Arbërisë, në të gjithë trojet midis Vlorës dhe Durrësit. Kësaj periudhe i takojnë edhe 2 kodekset e famshme të Beratit. Më i vjetri i shekullit të 6 është ndër më të vjetrat në botë. Në vitin 1018 përmendet për herë të parë me emrin Belgrad, qyteti i bardhë, që vjen nga përshtatja në slavisht e fjalës Pulcheriopolis. Prej andej erdhi edhe emri i sotëm Berat. Kjo ishte koha e pushtimit bullgar, pushtimi i cili nuk u shoqërua me kolonizimin slav, dhe ashtu si në viset e tjera të vendit, nuk preku përbërjen etnike të popullsisë së Beratit e të rrethinave të tij. Kronika e vitit 1280 flet për qëndresën heroike të mbrojtësve dhe gjithë popullsisë së qytetit kundër anxhuinëve. Një vit i qëndruan ata rrethimit, sulmeve dhe urisë, derisa ushtria pushtuese e raskapitur nën këto mure, u detyrua të largohej përgjithmonë nga Berati dhe nga gjithë Arbëria. Ky qytet, që do të njifte një zhvillim të madh në shekujt pasardhës, u bë kryeqendër e principatës së fuqishme të Muzakajve.
Nën komandën e Teodor Muzakës, popullsia e Beratit u radhit në koalicionin e popujve të Ballkanit, edhe dha kontributin e vet në betejën e Kosovës të vitit 1389. Duke e fiksuar këto pamje filmi, na erdhi ndërmend një nga tablot epike që përshkruan Gavril Dara i riu në Këngën e sprapsme të Balës, pikërisht Kënga e Beratit. O Berat, këndoi Mara që me natë. Sa bonjak na ke lënë, sa të veja shkullën kriptë, sa e bukur djalëri që gjerdje i hanë të retë, sot ka heshtur për gjithmonë. As nga pendët e zhgabonjës, as nga kumur e argjend, por nga vetullat e trasha pal golemin unë e njoha. Si njeri në gjumë të rëndë, tundi kryet e më këthyë. Lem të fle për gjithmonë të ky shtratin deri tim. Na këtë flamur e mbretit të mi thuash këto fjalë. Pal golemi edhe i vdekurit meroj armiqt me sy. E si ikën pra ajra. E të thua shokëve të mi, pal golemi nuk ka vdekur. Zëri luftës do të ngrej e do t'jen gjithmon me ju, krahu, kordha e zemra e ti. Shekujt 17, 18, 19 janë periudhe një lullëzimi të madh të Beratit. Tashmë qyteti del edhe nga muret e Kalas, edhe u qepet shkëmbejve e shpateve ku ndërtohen ansamblet e mahnitshme të lagjeve të reja që sot tërheqin aq shumë vëmendjen e vizitorëve të ndryshëm. Si qendër më i zhvilluar ekonomike dhe kulturore e Shqipërisë së Jugut, me zejtari edhe tregti të gjerë, kishte mbi 5.000 shtëpi. Si qendër, Sanxhaku filloi ndërtimin e kultit musliman me xhamin e Bajazitit të dytë në shekullin e 15, xhamia Mbret në shekullin e 16, xhamia e Plumbit më 1555. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe u bë rindërtimi i kishave, Onufri dhe i biri i tij, qeperët e ardhur nga krajina e Shpatit e tjera, të cilët kanë punime të fuqishme në kishën e Shëntodhrit e të Shënmërisë së Vllahelmës. Ikonostaset e shekullit të 18 tregojnë mjeshtrinë e gdhëndjes së drurit. Berati në këtë periudhë mori një lullëzim të ri. Nga të dhënat e arkivave rezulton se në vitin 1670 Berati kishte 5 medrese. U bë qendër e pashallëkut të Ahmet Pashkurit dhe më 1780 u ndërtua ura e Goricës. Alipan Shtepelena e shtiu në dorë më 1809, duke e vënë Myte Sarif të birin Myftarin. Gjithashtu, ai përforcoi Kalan. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19, Berati ishte qendra më e lullëzuar dhe e zhvilluar e Shqipërisë së Jugut. U zgjeruan lagjet e Murat Çelepies në perëndim dhe Gorica në jug. U ndërtua teqja e Helvetive në qendër më 1780. Katedralja dhe xhamia e Beqarëve më 1827.
Banesa karakteristike është me 2 kate, i sipërmi me shumë dritare me harqe, gdhëndje druri. Kjo është dukuri e lagjes Mangalem. Shtëpit ngjeshen njëra me tjetrën dhe përbëjnë brezare. Kjo dukuri vizuale nga njerëzit është të pagëzuar qyteti i 1/1 dritareve. Ndryshimet të mëdha Berati ka pësuar në 50 vitet e fundit. Ndërtimet ushtrinë në rafsh, sidomos në perëndim dhe në lindje të kalas. Berati këto ditë vjeshte do të pres në gjirin e tij këngëtarët, rapsodët, valltarët dhe instrumentistët më të mirë të melosit shqiptar. Kalaja e Beratit është sofra natyrale ku do të shpalosen me tërë bukurinë, melodit, këngët e vallet e moçme e të reja shqiptare.